Mirë se vini. Sot do të zbulojmë së bashku një histori ndryshe të Krishtlindjeve, duke u mbështetur në një burim që na ofron një këndvështrim vërtet befasues për këtë festë kaq të njohur. Dhe kjo pyetje në fakt është piknisja e gjithçkaje. Burimi që po analizojmë sot paraqet një argument historik mjaft interesant se origjina e Krishtlindjeve është shumë më komplekse nga sa e kemi menduar gjithmonë. Pra, ideja kryesore e këtij këndvështrimi është, le të themi, goxha tronditse. Shumë nga traditat tona të Krishtlindjeve nuk e kanë zanafillën të krishtërimi, por të një besim shumë më i lashtë, adhurimi i diellit. Gjithçka pra nis me diellin. Sipas këtij interpretimi, për kulturat e lashta pagane, dielli nuk ishte thjesht një top zjarri në qiell. Jo, ai ishte një perëndi, një forcë jetëdhënëse që duhej nderuar, sidomos gjatë ditëve më të shkurtra dhe të errta të dimrit. E pikërisht këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Si ndodhi që festa e lindjes së diellit u shndrua në festën e lindjes së birit? E po, ky këndvështrim thotë se kjo nuk ishte as pak rastësi. Dhe ja ku e kemi, e zeza mbi të bardhë, pretendimin qendror të gjithë këtij argumenti. Data 25 dhjetor, kaq e rëndësishme për paganët si momenti i rilindjes së diellit, u mor dhe u riinterpretuar brenda një besimi të ri. Por prisni, nuk mbaron me kaq. Ky ndikim, sipas këtij burimi, shkonte shumë më thellë se thjesht një ditë në vit. I gjithë ritmi i javës u ndryshua, duke zhvendosur ditën e shenjtë nga shtuma tradicionale tek e diela, pra dita e diellit pagane. Dhe për ta mbështetur këtë idenë, ky interpretim kërkon prova brenda teksteve të krishtera. Vëren detaje të vogla por domethënëse. Për shembull, barinj që flinin jashtë me tufat e tyre, gjë që sugjeron se lindja duhet ketë ndodhur në një stin më të ngrohtë, jo në mes të acarit të dimrit. Po, mirë, lind pyetja, si ka mundësi të ndodhë një ndryshim kaq themelor? E po, burimi na çon në një moment specifik, një pikë kthese në histori. Le ta shohim pak të linje kohore, sepse tregon një moment absolutisht vendimtar. Jemi në vitin 325 pas Krishtit. Perandori Konstantin gjendet përballë një perandorie të ndarë nga besimet e ndryshme fetare dhe thret Këshillin e Nikes. Sipas këtij rrëfimi, qëllimi nuk ishte thjesht teologjik, por kryesisht politik, të bashkonte perandorinë. Pra sipas këtij rrëfimi, nuk kemi të bëjmë me një evolucion të natyrshëm besimi. As pak. Ishte një lëvizje pastër politike, një lëvizje strategjike, një kompromis për të forcuar pushtetin duke bashkuar grupe të ndryshme në një ombrell të vetme. Dhe kjo shprehje na tregon se ku të kërkojmë provat vizuale për këtë shkrirje. Për shembull, aureolla rreth kokës së Jezusit. Sipas këtij interpretimi, ajo nuk është gjë tjetër veçse një simbol i drejtpërdrejtë i diellit pagan. Mirë, e zgjidhëm çështjen e datës. Por krishtlindjet që njohim sot kanë shumë më tepër elemente, apo jo? Si pema, apo santa? E po, këto, sipas këtij këndvështrimi, janë shtesa që erdhën shumë më vonë dhe secila ka historinë e vet. Pra le ti marrim me radhë, sepse janë dy histori krejtësisht të ndryshme. Nga njëra anë, kemi pemën e Krishtlindjeve, një traditë që ky rrëfim thotë se lindi në Gjermani shumë shekuj më vonë. Dhe nga ana tjetër, kemi një figurë shenjtori që në fillim nuk kishte absolutisht asnjë lidhje me 25 dhjetorin. Atëre, kush ishte ky Shën Nikolla i vërtet, përpara se të bëhej santa? E po, historia e tij është krejt tjetër. Ai ishte një njeri real, një burr i pasur i shekullit 3, i famshëm sepse u jepte dhurata fëmijëve të varfër, dhe dita e tij e festës ishte 6 dhjetori. Imagjinoni pak, duhet të kalonte më shumë se 1000 vjeçar pas atij këshillit Nikes që këto dy festime të ndara, pra Krishtlindja dhe dita e Shën Nikollës, të fillonin të bashkoheshin. Dhe arsyeja? Sipas këtij burimi, ishte thjesht prakticitet. Pse të kesh dy festa të mëdha në dhjetor, kur mund t'i bësh bashkë në një? Kështu, dita e shenjtorit dhe festa e Krishtlindjeve u bën një. Por historia nuk mbyllet këtu as pak, sepse udhëtimi nga i shenjtori i shekullit të 3 deri te Santa Claus i babaxhan me kostum të kuq që njohim të gjithë, e po, ai udhëtim u bë fal poezisë, artit dhe sigurisht marketingut. Pra, kemi një recetë me 4 hapa për krijimin e santës modern. Së pari, një poet i jep historinë, polin e veriut, slitën, drerët. Së dyti, një karikaturist i jep pamjen, kostumin e kuq dhe mjekrën e bardhë. Dhe pastaj vjen goditja finale nga një markë globale që e shtron atë në ikonën që njohim sot.
Dhe ja ku e shohim fuqinë e jashtëzakonshme të marketingut. Sipas këtij argumenti, ishin pikërisht reklamat e Coca-Colës ato që i dhanë formën përfundimtare imazhit e Santa Clausit në mendjen e gjithë botës. Mirë, pasi e kemi ndjekur gjithë këtë rrugtim, të gjatë të nërlikuar, cili është përfundimi, cila është ideja përmbyllëse e këtij materiali? Argumenti mbyllet me një kritik mjaft të fortë, që festa moderne, me gjithë dritat dhe dhuratat, e ka humbur pothuajse plotësisht lidhjen me kuptimin e saj fetar fillestar. Dhe kjo na lë të gjithëve me një pyetje për të menduar, kur një traditë kalon në përshekuj duke u përzier me politikë, kulturë dhe tregti, çfarë do të thotë në të vërtetë origjina e saj për ne sot? Kjo analizë historike na fton të reflektojmë mbi historitë e fshehura pas festave tona më të dashura.